Rikandidimi im është firmosur nga 70% e zgjedhësve të PD-s që votuan në datën 6 mars për kandidatët e saj. Edhe po të dua unë do të ishte një tradhti e pafalshme ndaj tyre. Kështu deklaroi sot lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha në një intervistë televizive duke rikonfirmuar rikandidimin për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Në këtë garë, dyert janë të hapura për cilin do demokrat me kontribute dhe vlera që mund t'i jap Partisë Demokratike shtysën e duhur drejt ringritjes dhe misionit për ta rikthyer në pushtet. Basha, sado i sponsorizuar edhe nga doktori, nuk i arriti këtij qëllimi në 9 vite. Disa për këtë ja vën fajin dështimit si figurë personale, pra të një personazhi që nuk ngjiti asnjëherë tek demokratët dhe si i tillë nuk mundi të marrë mbështetjen e plotë të tyre. Disa të tjerë e lidhin të dështim me pasdarin e përbashkët me kundërshtarin Rama, ku humbjet kanë qenë pjesë e një skenari që favorizon sipas tyre me pushtet Ramën, dhe nga ana tjetër mbush kontot bankare të Bashës dhe grupimit pranë tij. Megjithatë, cilado qoftë arsyeja, tani është vonë për të reflektuar e gjetur zgjidhje. Basha ka dështuar dhe 6 marsi e derdhi gotën, e cila ishte e mbushur gjithsesi që me humbjen fatale në 25 prill. Në zgjedhjet e 6 marsit, edhe pse me logo dhe vull të sekuestruar nga Basha, Berisha me kandidatët e foltores arriti të marrë bashkinë e Shkodrës dhe të dalë i dyti në 4 bashki të tjera. Basha doli i treti dhe me një rrjedhje votash kolosale edhe nga zgjedhjet e fundit. Nisur nga ky rezultat, nisën edhe ndarjet e menjëhershme brenda grupit parlamentar demokrat, i cili në mas para zgjedhjeve të 6 marsit ishte në mbështetje të Bashës, por ajo që duhet vënë në dukje në këtë grupim kundër Bashës që kërkon ndërheqjen e tij është ndarja e tij në disa nëngrupime me interesa e qëllime të ndryshme. Ka nga ata që çdo ditë po artikulojnë në media largimin e kryetarit, por duke shprehur si kusht edhe largimin e Berishës. Ndërkohë ka të tjerë deputet që ende nuk janë prononcuar e ndërsa të fundit janë ata që janë pjesë zyrtare e komisionit të rithemelimit. Praktikisht Berisha pas marrjes së besimit në masën 70% të demokratëve në zgjedhjet e 6 marsit ka pothuajse të njëjtën masë mbështetje aktualisht edhe në grupin parlamentar. Një pjesë e deputetëve reflektuan pas 6 marsit dhe kuptuan ndoshta se gjithë këto janë mbajtur me gajëret nga Basha për një fitore që nuk do të vijë kurrë. Dhe të qenurit pjesë e një partie që po shkon drejt shuarjes nuk është pozitive për asnjë nga deputetët, e ndaj ka nisur revolta brenda radhëve. Por siç theksua më lart, ka edhe një grupim që vërtet kërkon ndërheqjen e Bashës, por njëkohësisht edhe largimin e Berishës, për atë të vetmit fitues brenda demokratëve në 6 mars, utopike si kërkesë, por me qëllime të mbrapshta gjithashtu. Ky grupim në fakt nuk është as në përbashkimin e vërtet të Partisë Demokratike e as për rikthimin e saj si forcë në pushtet. Ata janë për largimin e Bashës si humbës, por vazhdimin e mbajtjes së Partisë Demokratike me një proksi që mendohet se mund të jetë Jorida Tabaku ose Grida Duma. Pjesë e këtij grupimi janë emrat e deputetëve Zef Hila, Emilia Kolishi, Greta Bardeli Gjoni, Agron Gjekmarkaj, Kreshnik Çollaku, Ferdinand Xhaferi, Grida Duma, Oriola Pampuri, Lulzim Basha, Kelejda Libeaj, Ervin Saliani, Ledian Albati, Arbër Agalliu dhe Flutura Açka. Synimi i tyre është mbajtja larg e Berishës nga Partia Demokratike, ndonse janë të vetëdijshëm se aktualisht ai është e vetmja figurë që siguron apshkim dhe shanse për fitore. Ndërkohë grupimi tjetër i deputetëve janë ata që tashmë janë shpallur pro foltores dhe Berishës, kur përfshihen emrat e deputetëve: Lamur Noka, Albana Bokshi, Edmond Spaho, Oerd Bilykbashi, Tritan Shehu, Edi Paloka, Bujar Leskaj, Luan Baçi, Luciano Boçi, Sali Berisha, Belind Kolliçi e Agron Shehaj. Por gjithashtu kemi dhe një grupim i cili nuk është shprehur deri më tani, por që e sheh Lulzim Bashën si të pashpresë dhe një humbës të testuar me të cilin Partia Demokratike nuk do të arrinte kurrë të vinte në pushtet. Ky grupim është ende në pritje të regjistrimit të statutit të dalë nga kuventi 11 dhjetorit nga ana e gjykatës dhe më pas do ta bëjnë publik qëndrimin e tyre pro Berishës. Ky grupim deputetësh gjithashtu nuk është dakord as me grupimin e mësipërm që kërkon një Parti Demokratike pa Bashën e Berishën dhe me një zgjidhje me proksi Duma Tabaku. Qartësisht, Berisha po fiton terren në grupin parlamentar, e ndërsa ka gati platformën për ringritjen e partisë, hapjen etike të saj dhe rikthimin në pushtet. Prova 6 marsit ishte një test i kaluar me sukses.
ndërsa zgjedhjet e ardhshme vendore do të jenë provë zyrtare e Partisë Demokratike të ngritur, e PD-s së ringritur pas zhullit në të cilin e përfshiu Basha për vite me radhë, por para se të arrijmë atje, rëndësi primare në PD aktualisht ka vota. Do të jetë vota demokratëve ajo që do të vendosë për kryetarin e partisë, do jetë ajo përcaktues për rifreskimin e strukturave në deg, duke i dhënë kështu një pamje të re PD-s. Në garën për kryetar, padyshim krahas Berishës edhe Basha ka vendin e hapur, madje çdo kush prej demokratëve që mendon se mund ta sjellë PD-n si në vitet e saj më të arta, por primare është vota. Askush nuk mund të vendosë kushte përtej saj. Fundja, vota është themeli i demokracisë.